Isha duke shkuar në punë mëngjes në orën 7:40 minuta, kështu ka qenë, ka dalë një qenë befasisht i madh, po për fat mirë ka qellu policia e Kosovës dhe ka ardhur dhe ka largu qenin. Se kështu qenin ka sulmu, kështu është afru, domethënë, përballë meje, dhe kum ndjej veten të rrezikuar. Pjesë qytetit të më poshtëm ka kafshu një qen i vogël, ndaj nuk ka bë plagë të madhe, mirë po mund ka kushtuar se desh me shku te mjeku, me ble një injekcion kundër tërbimit apo kundër kafshimit të qenve. Ne si drejtori e bujqësisë dhe plotërisë, këto 3 vitet e fundit i kemi trajtuar qenë të ndacak, domthonë vitin 2022 kemi trajtuar dikon mbi 250 qenë ndacak, vlera ka qenë diku 18.500 euro, ndërsa vitin 2023-2024 i kemi trajtuar dikon 666 qenë, ku vlera ka qenë dikon 50.000 euro. Aty është vaksinimi, sterilizimi dhe kastrimi, si edhe kthimi në vend të ngjarjes.